është duke u vrejt një qasje me viktimizu prokurorinë e këtij vendi. Dhe me Albini Kafajit e prokuroria është Angel. Realisht që kjo prokurori për 25 vjet nuk kam rri me e shtin burg as një politikan të rëndësishëm. Ka bo me 10 akt akuza, cilat me tepër kanë shërby për mi pastru ata nga ato dboma, ato landa, ato veprat korrupsionit, se sa me u dënu, që s'janë dënu. Thonë, në burg s'është fut asnja, imagjino, 25 vjet janë bo me 10 akt akuza, asnja në burg s'ka shku. E tash, dhe me prokuroria e jonë, Qenka, Angel, po dhe keme luftu krimin, po dhe keme bo këta ose ata. I shkon mirë me i fut në burg, sepse në këtë vend ka pas korrupcion masiv, në këtë vend ka pas hajni masive, s'kan lënë gjopa bo, edhe në fut asnjë njeri që ka pas pushtet të rëndësishëm, nuk është fut në burg. Vazhdon më kon i lirë, e që besa do edhe me biografi të pastruar nga ato vepra, sepse ti nëse e mod gjykimin për një vepër caktuar, atëherë nuk mund më kthy apet. Pra, reqa, banja një akt akuse të këtë, edhe pastrovaj, edhe shko gëzoj milionat në liri.